fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika. Në shkollën fillore Mustafa Venhari, ish 21 nëntori në Vështri, ishim në të njëjtën klasë. Shquhej me një temperament të veçantë dhe me një eksplozivitet ndaj të padrejtës. Një ditë ishte rebelua dhe si shenjë proteste përplasi duke thyer fotografinë e Titos, për çka baba i tij, Baca Sabit, ishte detyruar të paguaj dëmin në shumën për 100 dinar të asaj kohe. Shikues të nderuar, mirë se vini në emisionin e radhës Fakte. Ali Sabit Januzi u lind në vitin 1956 në Sum, pasom të Vushtrisë. Shkollën fillore dhe të mesme mbaroi në Vushtri. Nga vitin 1975 ka punuar në Korporatën Elektroenergjetike të Kosovës, në Vushtri. Pas lufte ai pati rastin të bëj udhëhec në këtë korporat, por kishte refuzuar kategorikisht duke mos dashur privilegje nga kontributet e tij nga lufta e fundit. Në demonstratat e vitit 1981 në Vushtri ishin vrarë Rushdi Hyseni nga Kolla dhe Sali Zeka nga Cecelia. Ali Januzi në këto demonstrata ishte plagosur dhe ishte dënuar nga regjimi i kohës me 60 ditë burg. Pas vitit 1981, Aliu me shok kanë vepruar në grupe ilegale të ashtu quajtura, grupe revolucionare për çlirim dhe bashkim kombëtar, ku ishin marrë me propagandë kombëtare dhe hartimin e shkrimin e parollave kundër regjimit të asaj kohe, si dhe për Kosovën Republikë. Aso kohe, Aliu kishte vepruar me shokët Abit Aslani, Islam Mulaku, Mehmet Manovi e të tjerë. Qysh në këto vite, ai me shok kishin biseduar dhe planifikuar aspektin e luftës së armatosur kundër regjimit. Në vitin 1990, Aliu ishte po ashtu shumë aktiv në Këshillin për pajtimin e gjaqeve në regionin e Vushtrisë së bashku me profesor Hajzer Krasniqin, Haxhi Feriz Zekollin, Emin Fezën, Ibush Januzin e të tjerë. Në vitin 1995, kur tashmë veç ishte themeluar UÇK-ja, Aliu kishte marrë pjesë në sulmin në stacionin e policisë në Vushtri. Në tetor të vitit 1995, thirret të vizitoj Prekazin dhe shkon me Ramadan Rexh Manovin, ku për herë të parë takohet me Adem dhe Hamz Jasharin në odën e tyre në Prekaz. Herën e dytë ftohet nga Adem Jashari dhe së bashku me Bahri Ramën viziton Prekazin dhe prap takohen me Adem Jasharin. Në këtë takim bisedohet për të koordinuar për luftën e armatosur në zonën e Shalës. Në vitin 1997 dënohet me 15 vite burg në mungesë, sepse nuk ishte përgjegjur ftesës për burg, duke kaluar në ilegalitet të plotë në odën e Dajës Fegdelia, Dajës Shefik, në Këqiç të Madh për 8 javë. Pastaj në Junik me Kadrishalën, Uk Goqin, Gjevat Gjocaj në konak të Mustaf Pajazitit në Shqipshan të Tropojës dhe pastaj në Tiranë. Në kohën e epopes së Prekazit më 5, 6 dhe 7 mars 1998, Aliu ndodhet në Tiranë, ku ka vepruar në lëvizjen e ashtu quajtur LKÇK, lëvizjen për çlirimin e Kosovës, ku kryetar ishte Sejdi Veseli, dhe shokët Fatimir Humolli, Sabit Gashi, Murat Ajeti, Afrim Zhabari e të tjerë. Pastaj janë kthyer në Kosovë përmes pashtrikut në fshatin Dobërdolan te Balajt së bashku edhe me Smajl Latifin, për të vazhduar pastaj secili në vendet e tyre në Kosovë. Aliu në luftën e fundit ishte pjesë e ushtrisë lirimtare të Kosovës si ndihmës komandant për moralin e politik në zonën operative të Shalës. Pa humbur kohë, le ta ndjekim bashk bisedimin e realizuar ditë më parë në sallën e shtëpisë së kulturës Hasan Prishtina në Vushtri, pjesa e parë. Ever since I
ocean time when peace only reigns. We have loved and we love still all the people of goodwill. In my lovely motherland, We sang songs of life and joy. happiness had no end. We have never hurt a man, always watched our fear. Shikues nderuar, mirë se erdhët në emisionin e Radhës Fakte. Sot ndodhemi në Vicitrin, Vicianum, Viciana, Vushtri. Emën dhe emërtim i lakuar, i ndruar, i emërtuar simbas situatave. Nëse them Vicitrin, zanafilla edhe njerëz të thirrur e kanë shpreh si trina e vicave. Në kohën e perandorisë romake, Viciana, Vicianumi është emërtim latin. Po ja që historia na ka ballafaqu edhe me slav dhe këta e kanë marrë trungun e fjalës dhe ja kanë slavizue që t'jenë më të besueshëm dhe është quajtur edhe Vucitërn. Unë si fëmijë e mbajnë mend me emërtimin Vushtri, baba e babgjyshi Vushtri kanë thonë. Sido që tjetë edhe sot emërtohet Vushtri. Dhe në Vushtri, sot kemi ardhur me një arsye të veçantë. Nuk do të flasim për Vushtrin si qytet dhe për monumentet dhe historinë, por kemi ardhur për të bashkëbiseduar me një figurë shumë të rëndësishme, hajde le t'i themi edhe të veçantë dhe besa edhe interesant. Sepse interesant dhe të veçantë e bën vetë veprimtaria e tij, vetë qëndrimi i tij edhe performancë. Nuk ka shumë vjet, dhe vjet që ka ai edhe unë nuk janë si vjet që kanë pas para 50 vjetëve, 100 vjetëve. Shikues nderuar, është ky një njeri me një biografi shumë të kompletume dhe kogja komplekse. Në shkollën e njëjtë kemi qenë, për pa të bënë një problem vitet 60-ta. E pa të thy fotografin hisma pak se Titës. Dhe në atë kohë me thyë një fotografi Titës, kogja shumë je gjiku edhe për i rrethet dhe njerëzve, më stom edhe për i shokëve. Sepse flitet për shkollën fillore kur nëse nuk ke pas një histori në thojza të indoktrinimit ose të edukimit patriotik për familjes, shkolla nuk t'i ka dhonë shumë në fillim, po flas për gjeneratat tona. Ose t'i ka dhonë nëse ka qenë një arsimtar, kam njaftu, i cili nëse kur gjë tjetër ka folë për prejardhjen tonë, historinë tonë të ndritshme. Në bashkëbisedim, sot jem me një njeri kombëtar, një çlirimtar dhe luftar edhe i luftës së fundit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mbi të gjitha është një njeri jo që ja din emrin e mbi emrin, se emrin e mbi emrin ja din gjithë bota dhe është veçanti dhe unë e quaj hynia shqiptarisë, që është familja Jashari dhe Adem Jashari, por e ka taku, ka ndajt, ka bashkëpunu dhe ka bashkëvepru. Besoj se më besoni dhe është justifikim për prezentimin që e bona. Është ky njeriu ma karizmatik në komunën e Vushtrisë, që me vite jam të e prit në këtë bashkëbisedim, Ali Januzi. Baca Ali, mirë se ke ardhur në emisionin Fakte, e mirë se të gjejmë vendlindjen tonë të përbashkët, po megjithatë po e quaj vetën i ardhun sepse unë një kohë gjatë jam në Prishtinë. Faleminderit që jemi bashkë sot. Faleminderit edhe juve, ju përshëndes juve dhe në herit gjithë qytetarët e komunës tonë dhe të gjithë shikues e këtij televizioni. Edhe unë kam drejt dhe po ju them,
edhe ju mirë se keni ardhur në qytetin e juaj, sepse unë e di që këtu me prej ardhe jenë nga Voshtëria, këtu ke lidh me babe, babgjysh, dhe këtu e ke bërë atë shtatin tënë, e ke kalu këtu. Dhe tash, na si mënyrë ty nuk mund më të qua Adnan Prishtina, po Adnan Voshtëria, sepse njeriu ku lind, aty e ka trunkun. E vërtet është. Tani në cyte diçka më thonë, Ali, edhe pse s'po du me marrë kohë, unë me folë, edhe pse është bashkëbisedim, lejohet një farë bashkëbisedimi, por unë sot më tepër ty do të kushtohem. Përmendim jam në Prishtina dhe me nere më ktheve se jem edhe këtu në këtë salë ku jem, ty falenderu ekipin që na lejun këtë xhirim me emërtimin Hasan Prishtina. Është një farë lufte e vogël, unë e kom një miktem Avnis Pahiju, është i Skënderajit, po jeton në Prishtinë, dhe gjithëherë me të shtyhëm, ai mundohet mi atribu Hasanin Drenicës, unë thëmë jo ka dalë se i Voshtërës, edhe gjithë jem një farë konflikti. Na të gjithë e dim se fakt përjardhja e tij është nga Polaci, por Hasan Prishtina nuk ka lidh në Polac, nuk ka lidh në Drenicë, por ka lidh në Voshtëri, në vitin 1873. Dhe me thonë, edhe një herë për sëris, sepse na si mënyrë nuk duhet jemi lokalista, une dhe ne nuk vujmë nga i fenomen, por kjo është e vërteta që Hasan Prishtina ka lidh në Voshtëri. Ka pas këtu gjenerata që tash nuk jetojnë, që 4 vjet i ka kryer shkollë në Selanik. Dhe një prej tyne, pa jam interesu është Sadik Qafqa që ma nuk jeton. Une kam bisedue se ai i ka kryer 4 vjet shkollë në Selanik. Selaniku ka qenë me shqiptar, ka qenë jonë, po gjatë historisë, gjatë periudhave, tash dihet se si është. Si ka rritë. Në fakt, kur flasim për Hasan Prishtinën, unë e kom një emocion të veçantë, ty ma parasysh që edhe ne shtëpiat nuk i kem pas fort larg prej tij. Dhe babgjyshi im ka qenë në bashkohanik i tij dhe e ka pas një komunikim dhe një bashkëpunim me te, dhe sa herë më folke për Hasan Prishtinën, qante, si fëmijë e mbajnë mend, thonte lumit ti Adnan që nuk e ke taku kur. E pse se ada e thërshim babgjyshin, me minin, me Rovci, thëjke se ti nuk e din sot kush nuk o gjallë. E unë e kum taku edhe kum bashkëvepru me të, dhe unë e di kush sot sjeton. Si fëmi nuk e kum pas kur këtë rrëfim ti të kjartë. Babën e kum pas një njeri të ndershëm, një njeri me emën Voshtëri, por ja që unë e kum dajt shumë me babgjyshin dhe krejt këtë histori për Hasan Prishtinën, se e din ti që neve na mungon pak edhe historia rreth kësaj. Vjen nga fshati Pasum. Fshati im, a jam një autokton si me qujt, ka qenë Sume. Dhe gjatë periudhave është ndryshuar. Se të gjitha ta pleq ato generatat e vjetra. As kush si ka thonë Pasum, po gjithë here i ka thonë Sume. Dhe gjatë kohëve që nuk ka një shenim që ta shpjegoj, është bo Pasum. Dhe prej cilës periudhë nuk mund ta komentoj sepse të pakten nuk kum hasë dikun dhona prej kur ka fillu. Tash ky fshat gjinet përfshihet në territorin e Shalës së Bajgorës. Ka Rashanin, Tërsenin, Sipri, Tërllabuqin, krahun tjetër, kufizohet me do fshatra Smrekonis poshtë Bojslatin. Çështja e bashkimit kombëtar ka qenë një preokupim edhe është i yti edhe sot. Sot njohë, sot dije kom po e lexu për ty. Paca ale hiç s'ke pushu s'menduari që edhe e ken bindje që definitivisht bashkimi kombëtar duhet ndodhë mes neve? Bashkimi kombëtar Adnan duhet të ndodhë, sepse ne e dim. Historia din që trojet shqiptare janë coptuar. Definitiv, Kongresi i Berlinit 1878 dhe definitiv 1900
2013 u përcaktuan kufit. U përcaktuan kufit në dëm të Shqipërisë dhe në dëm të shqiptarëve. Dhe me thonë të roje tona, unë pak pare potencova Selanikun, që kanë kryer shkollë shqiptarët prej Vushtria në Selanik. Tregtia është bo me Selanik dhe u bo me Vushtri. Dhe pse u bo? Sepse ka qenë atje gjaku shqiptar, kanë jetu shqiptarët dhe Shqipëria u coptu. Dhe tek u coptu, ne gjithherë duhet me kërkua një ribashkim. Dhe a është e realizueshme? Po, është e realizueshme. Sepse të gjitha luftat që janë bërë gjatë viteve dhe tash edhe sheku ju bon, të gjitha kërkese atyre, objektivi tyre ka qenë ribashkimi. Po e marëm konferencën e Mukjes, balli kombëtar, e kishte platformen për ribashkim. Po e marëm konferencën e Bujanit, Malsi Gjakovës gjithësisht në Tropoj, me 31 dhjetor dhe 1 e 2 janar të vitit 24. Aty u provendim në të rezolut që pas luftës viset e banora t'i bashkangjitën Shqipërisë. Dhe si pasars e krejt këtyre, edhe ushtria qërimtare e ka pas këtë synim. Në fund, ribashkimin e të gjitha trojave. Dhe pse? Sepse, kur ta marrësh nga Adriatiku, një Shqipëri është e rrethum me etninë e vetë, me gjakun e vetë. Dhe pse mos ribashkohem kur në mes po e marë, në mes Prizreni dhe Kuksi, a jeton kush përpas shqiptarëve? Jo, të gjithë shqiptarë, nuk kemi asë. Dhe ne duhet të shkojmë kaja që një ditë të gjitha këto troje të ribashkohen. Bile, po e potencoj një fjalë të Rrugovës, që ti ke kënë bashkëpunëtori ti, kur thotë se pavarësia, Kosova shtetë, ky është kompromisi. A ishte kështu? Po, fillim vitet e 90. Ky ishte kompromisi, nuk ka tjetër kompromis. Qa t'jap me kuptua që po e len rrugën qelë dhe po të porosit që vazhdoni drejt ribashkimit. Ne duhet vetëm edhe ne, duhet ta dim se Kosova, si Kosovë, me këtë territor, nuk mund tjetë as forcë politike, as ekonomike dhe as ushtarake. Po, sepse nuk ka hapësin, nuk ka territor. Dhe ndryshe kur jenë në një shtet 6-7 milion, dhe me një territor të azam shumë më të gjërë, dhe pa, ndryshe është kur i kje pa 10.000 km2, një hapësin shumë e vogël, dhe është e drejtë e jonë, sepse u coptuan. Ja po i marëm Gjermanin. A kish mujt me jetu Gjermania? Sigurisht kish mujt. Po shka? Në vitet e 90-ta mori Berlinit ra. Dhe shka thanë Gjermant? Janë të bashkohëm sepse një gjuhë, një gjak dhe një kompaksi territoriale. Sikur edhe ne që kemi një kompaksi territoriale prej Adriatiku e Nishë. Për më ta vërtetu këto, po ta tregoj një detaj të vogël, se tash ty fol, ty mi qitë mu pyetjet edhe unë e zdi se ty duhet një javë ditë më të intervistu për më. Në një takim të Zotit Rugova me Ministrin e Jashtëm Austriak Alojz Mok, do me thonë prezent me veshe komni, i thot Rugovës, me u bashku krejt teritoret shqiptare në Balkan që janë, krejt bashkë mu bo, dhe mu bo një shtet prej tyne, thot e këshim fitu një shtet në botë me mas pakti pakica kombëtare në rruzull të këshorë. Dhe në atë kohë, kër e kom një, kjo nuk është që se kem ditë, po njeriu se mendon për me thonë moment caktum. Edhe i tha Rugovës, je hije në politik e kelon krijimtarin, i kelon librat. Ma e në mend që në politik duhet me marrë një qiteli edhe mirat gjithë një konge kur pa unal po mësu lëdhë. Qashtja bashkimit kombëtar nuk është mo qashtje veç një emocioni kombëtar, se ne jem ku do të kopshim, jem qita që jem. Problemi këtu është e një faktorizimi të
ekzistencës dhe koekzistimit me shtete tjera të mëdha, se ti si tje i vogël. Okej, ka qenë një periudhë, edhe është thonë që ne do të integrohem në Evropë dhe atje do të bashkohem. Ai trend gati si po bjen edhe Evropa, po që koklohet ka bërë, që i bjen që ti duhesh me konën i trungë. Edhe të përgëzoj për këtë mendim edhe këto që e kem fillim. Baca Ali, e kom ndërmend me shëtit pak kronologjikisht, tim pak në rend, mas luftës dytë botnore. Do më thonë, këto ti e përmende qashtin e Bujanit dhe është mendue se spaku në disa qarqe që kur kryet lufta e dytë botnore, na u radhetëm si shqiptarë dhe pse kur ka ardhur ne Gjermani Italiani na jemi shliru, na e dima, se janë na kanë tregu populli, po është mendua hajde që ajo lëvizje po vjen edhe ne, po bashkohemi me Shqipni, ka qenë. Nuk ndodhi, kështu ato parollat e Bashkim Vllaznive të shvinkon kostit. Vjen periudha Rankovicit, e aksionit të armëve edhe e shpërnguljes masive, e torturave, e vrasjeve. Te atër ke qenë fëmijë, parashkollor, njëherë mande edhe shkollor, e ke bo një veprim që e paralajmërova me fotografi të titës, edhe i ke nxirr bacës sabit, ko gja punë se o duhet 100 dinar me paguar fotografi. Cili është komenti jëtë për këtë cejaket popullit shqiptar, le të themi deri në vitin 74, kur u boni farë kushtetute? Shqo, ku ishtë shumë ma parë, ku ishte lufta e dytë botërore. Këto është dëshira dhe mundësia janë dy. A janë dy, dëshira dhe mundësia. Dy gjanat ndryshme. Edhe njëherë, të gjithë, edhe në luftën e dytë, gjithë here ka qenë aja shpresa, gjithë here të bazue, edhe njëherë në marrëveshje në Bujan, se viset e banu me shqiptarë dhe të kthejnë Shqipërisë. Aja nuk u realizue. Edhe njerë pa them, se paraardhësit tonë, po shkoj të vitet e 20-ta, fakt të gjitha teritoret e Kosovës, ti e potencove Shabanin e Mehmetin, po unë po flasë edhe për Shalë. Kanë qenë figura, pe Mara Madenvocen, Ukshin Kovaqicin, Mislim Bajgorin, Ahmet Selacin, pa Syl Selacin, pa kuptohet Tribuni, Konjuhi Knej, pa në të gjitha pjesë që janë shumë, pe marëm pa Isa Boletinin, Boletin, pa kur 1916, kur vritet, pa dhe me thonë, aja frym, asë një herë nuk kushue. Pa gjithë herë ka qenë e gjallë. Të gjithë e kemi pas pararësit të thonë, pa se troje tonë e në coptue, ne kemi luftu me konë, një shtetë, pa fakto, Serbia është anë miki jonë, edhe fakt, pa anë miki jonë, edhe gjatë periudave gjithë herë është të regu i tjilë. Unë e po e flasë veç i fakt, dikon viti 1939, se tash, pa, kur erdhë Hitleri, këtu ushtria Hitleri, ushtria Gjermane, por ne ka qenë qëllimtar, po kjo është të vërtet, ka qenë qëllimtar. Ne dim që të kur jena në vështëri, që të regon edhe historia dhe të regoj generatat shqiptarët në gjithë të lidhën me telë. Ja këtu, ja, në Kalaë. Kur erdhë ushtria hitleriane, të ne ish qëllimtar. Po kuptohet, fakt që me ta nuk u bo. Pe marëm pa edhe Gjaferdeven, në kohën e Gjermanisë hapi shkolla, hapi pa deri në i pazar. Do me thonë, gjithëherë në për shtëpia tona, në për ato da i kemi qujt, gjithëherë jenë trumbetue që to. Valla o konë Ukshini këtu, Bislimi këtu, Shaban Pallusha këtu, Azembeta në një periud këtu. Do me thonë, qaja frym. Po kuptohet, mas andej se kur ti marsh edhe rapsët, atë sharkije qiftelie kanë pas vlerën e vetë dhe e kanë. Se për mes saj, po jenë trumbetue, lufta, heroizmi, herojt, po vojtjet e popullit tonë. Dhe aja është një trashëgimi që duhet vazhdoj. A rrëdhe në gjarjet që kanë rrjedh, fakto, e potencove vitin 56, kur Rankovici, aksioni
i pushkve, aksioni arme. Unë e di, po më kanë të regu edhe si kur se cilës familje vujtjet. Qëllimi ka qenë që me shtri zullumin, terrorin në këtë popull. Më kujtohet kur me gjallar të regojshin, kur në vitin 56 e 7, kur në dimën në Nacar, kur i kanë hedhë në borë, edhe gjaja bire pushken. Krej qëllimi ka qenë, si që dim, se një pjesë e madhe shqiptarve sot janë në Turqi. Dhe pse dulen ata, pse shkuan ata, dhe pyetja është se pse shkuan nga zullumi, nga terrori, edhe u strehuan në Turqi. Një pjesë po mbeti këtu, shqiptarët ne dim se deri në Siri në shkuë, ka dhe familje të shqiptarë në Siri, dhe prap, pse shkuan? Askush nuk e lëshon vendin e vet nga dëshira, nga vullneti, por nga presioni. E ma vonë, erdhen gjërat. Edhe diçka do të potencoj në vitin 1966, unë isha në klasën e 5 në Smrekonicë. Se të ne në pasohemi zhvesh klasë e 4, u dashke me vazhdu klasën e 5. Në vitin 1966, kur nga pozita ra Aleksandar Rankovici, më kujtohet kur herë Tito na qitën mësues aty me përshëndet. Me baklada. Me baklada aty, bashkua tash burgu i Smrekonicë, aty dolëm, e përshëndetëm. Prej 66-ës erdhen tu përmirësue pak a shumë, erdhen tu përmirësue, ishte viti të nëshim, 74, kur filluan më hapë edhe fakultete, edhe universitete. Shqo, mu diçka nuk po m'pëlqen. Se edhe ata autonomista që ishin, edhe ata kanë bo diçka. Mua nuk po m'pëlqe gjithë kjo akuzë ndaj tyre. Nuk po m'pëlqe kjo. Sepse ato fakultete u bon qatë periudhë. Ajo universitet u bon qatë periudhë, në qatë kohë. Ajo flamor me shkaben 2 krenare, në 68 bile po këndohet edhe tash edhe rapsat. 68 do me thonë, shqiptarët, Kosova, fitoj shumë të drejtë. E morin një autonomi, edhe bile në një rast, më kujtohet kur në një diskutim, Ramizalia thot, kur populli shqiptar filloj, nuk e kaloj nga një shkallë, po nga 4 shkallë. Ishte fjale edhe për Kosovën. Do me thonë, nga 4 shkallë me një hapi kaloj. E ishë një arritën e madhe, po ishë një autonomi shumë e fort, dhe të gjitha këto që i potencova, u fituan, u kryuan në kohën e atyne autonomistëve. Dhe ata duhet ta keni merit. Edhe ata duhet keni merit. Sepse historia nuk fillon nga ne, po historia shumë e vjetër, shumë e gjatë. Unë mendoj nëse më lejon një koment me bon këto që pëthu, unë fajtona me ty plotësisht, ndoshta veç kisha dasht mendimin tem rreth spjegimit kësaj. Unë mendoj që zanafila e antagonizme dhe konflikteve ka ndodhur edhe në kohën e luftës, kur jën pa pavërazi se partizant jën shque dhe është mendue që ta janë çlirimtarët edhe të krejt popujve gjithka. Dhe ty qenë ashtu dhe torturat bashkë nën partizant që është bo popullatës, sidomos civile, kryesisht në Drenicë edhe në rrethin, do me thonë, ka linë, do me thonë edhe që ajo protesta dhe reagimi edhe në Ishavan Polluzhës me Medgradicës, shkumjen në Tivar dhe vrasjen, do me thonë, pabesi, bile për të keqe dhe krejt në teritorit shqiptare, a i par karavani i mija njerëzve që më vra, dhe definitivisht kjo është mbamendja, thot që nuk i kem pas mirë si populat në ndjesin me letë themi komunista e partizane krejt. Kjo den që ka pas organizime dhe atër të ndeshese ku ta dihun masandej. Bacali, që ta nëzike udhën, si nëzonës fotografia titës? Ishe e rinë klasën e 6, unë nuk më ditë ato gjëra, po me analizue. Fakt, po krejt fremzimi ka ndodhë prej ode. Kur bisedojshin se ne u dasht me konë, me Shqipëri, ne kemi luftu e bile, e trombetojshin edhe njerë po këthejnë konferencen në Bujan. Bujan, po. Kur thëjkë se gjyshi im,
fakto, të gjithë që e gjenerate fshatit tim, po dhe gjithë, kanë qenë kush me Ahmet Selasin, kush me Denvocin, kush me Ukshinin, po do me thonë krejt që atje. Bile gjyshi im ka marrë pjesë edhe në pazar. Në pazar, tregante kur jenë shku me mbrojt, sepse dihet në pazari janë gjaki jonë. Po, 100%. Po, kuptohet jenë asimilue. Bile, si pas historian ishte ky Ismet Azizin diku nga Gjilane ka marrë si obligim me ndryqu historinë e Sanxhakut. Po kthejmë aty, po gjyshi im ka qenë pjesëmarrës. 124 shqiptar janë të vranë në Sanxhak, në mbrojtje të ati territori, në mbrojtje të asaj popolate. Dhe gjyshi im ishte aty, i pranishëm, e kështu në biseda se tash me kënd të rish, frymëzohesh kur bisedonte për pazar, bisedonte për lufta, bisedonte që u dasht me konë me Shqipni, bile shumë herë thështe, po, vallaj tita i shkon kopil, e ka të rëdhtuën verhojgjen, na të rëdhtuën, do me thonë, po dal nga dole frymëzohesh nga ato. E ti e din, po në 69 në konë, bile e din një klasë ka qenë edhe Akim Vatovsi, që vdiq para do mujve. Po, së ndjes. Edhe po, unë e hipa, e zbrita, e theva, shkyva, kjo ishte krejt. Ta ishi pasuën në gjarit të të një kanë, po. Është interesant tash po këthejmë të vushtëria, se shumë, po thëmë, shumë qytetarë, shumë revolucionarian, se në gjarit e vitit të një kanë qenë histori kanë qenë shumë bëshme, shumë masive, shumë, po të gjitha ato. Bile, që aty mund pa të mplagu, ranëm plagu, gati edhe plagosen shumë këtu, në vështre e vranë, Rushdi Hysenin e vranë, Salizekën, filluan ato torturat e diferencimit, të gjitha ato ndodhen pas ngjarjeve vitit të një. Sido që tjetë, një frym tani e re, si që po thuti dhe kryesisht mas vitit 74, a ndonë mendimin që populli shqiptar i Kosovës, kushtetutën e vitit 74, kur Kosovës veç emni së nxit republikë, se i kishtë gjitha ingerencat, ka pas bankë dë vete, ushtrit dë vete, policit dë vete, mbrojtje popullore dë vete, ka pas, do më do një ushtar as polic, pe i ish Jugoslavisë s'ka mujt me hyje në territor pa miratim të Kosovës dhe me të drejt dë vetës që e kushtetut qysht koftkon, a mendon që shqiptarët si organizim, si popullat e kanë shfrydzu kogja mirë, si që thati, mu shkollu, me dal jashtë, me u aftësu, komunikime me Shqipnin ka pas, kogja shumë deri, që populata edhe shoqënia në përgjithësi e ka shfrydzu, për ndoshta dhe udhëheqësia nuk e ka kap momentumin, se unë pajtona me ty që kanë merita se cila, i ka plusat edhe minusat, po ndoshta momentumi që një farë mënyrën është ta me qenë pak ma kam gullës edhe me pas edhe qa temë. Por të e ditë që ka pas atër pretendime edhe si Republike Shtatë me kohë. Cila është vlerësimi jëtë më përgjësi? A mendon që është shfrydzu 74-shi? Ta shtrohet pyetja sa u shfrydzu dhe sa u mbrojtaja. Po bazona sa përqind u shfrydzu që e autonomi. Se autonomi sigurisht, po që ka qenë e fort. Por, në tham pak ma parë, se të gjitha që ato jenë fitu në kohën periudën e qasaj autonomie. Ne që këshëm vepru në disa grupe ilegale, po flasë për vitet e 80-ta. Ishë grupi për qëllerim dhe bashkim. Në kryet ati grupi ka qenë Gjafer Shatri. Ne kemi vepru në Kosovë. Po i bje vetëm pikat shkurta, atëhere po kemi majtë kuvende isha i grupë, një kuvend maj madhë që ka qenë 2 herë në Ramjan. Ramjan është komune e Vitis, në shpin e Zeq Hysenit. Qka po du me thonë me këto, është shumë interesant që qysh ne në vitet e 87-ën, kur është majtë aj kuvend, aty në që granë mos me i përsërit se shkon gjatë, bile, pika terenit të ditë si vlau ti po është në Amerikë, i kishte, mi të regoj një ditë, se e ndikë të shumë bë djetë lufta. Atëhere
Ne diskutonim se Jugoslavia po shpartallohet. Lufta në mes kroatëve, serbëve, në mes shqiptarëve është e pashmangshme dhe domosdoshme dhe duhet ta krijojmë krahun ushtarak. Do me thonë ishte vitit 87. Kemi pas këtë vizion, jo veç ne si lëvizje, si grup, po vim ne dal nga dale, të vitin 1989. Me 23 prill, ne duhet ta thëmë të vërtetën. A duhet ta thëmë? Jo në që gishtat. Lutem, se cilit po i drejtona, aja autonomi, me përjashtim, bile mu më kujtohet sot e kam të fres dite e ajte ka qenë. Kur, qatë farë, kuvendi, qatë farë mbledhje e ka kryesue Vukashin Jokanović, e kam tinqizume dhe e ka lexua tekstin, ndrimi i amandamenteve në Kushtetutën e Republikës të Serbisë. Kur e ka përfunduar ato citate të gjitha i kam të qarta dhe do ta interpretoj në gjuhën e tyre. Është nalë ani minuta 2 dhe ju ka drejtuar që ati kuvendi. Molim vas, ko e za, ne këdik në ruku, që kjo ka qenë e fundit. Dhe besoj se ato janë të inqizume. Po, egzistojnë. Kanë filluar, me përjashtim, dikon 10 duara po 11 nuk jenë ngritë. Dhe një prej atyne që s'është ngritë dora është me lihate Trëmkolli. Më kujtohet që kjo me lihatja e ka kundërshtue dhe nuk e ka ngritë dore. Ka pasat të tjerë, po një numër shumë i vogël. Dhe çka është mas tragjike, ka ndorë trokit dhe e ngritë, të gjithë e ngritë në këmbë, ka ndorë trokit, edhe me fjalë tjera janë ndërzuar para Vukashin Jokanović. Kjo ishte. Në shtrot pyetja, u mor autonomia. Po ti pse ngritë dorën? Pse ngritë dorën? Qysh u mor kur jo e ngrit dorën, u qut në kam dhe dorë trokit. Unë e kuptoj kaq punë. Që Serbia ty me lukuma nuk të pret, as me lule jo. Po bën presion, të frigon, por u dasht me ditë. Kam pas edhe forma tjera. Mas shka ditë hiq, mos e majat kuvend. Tërhiq u ik. Dhe tash, qysh ke muj tash me prezentu në umur? Kur bota, ne nuk kemi të filmum vitin 25 e 22, se në këto vite janë filmat, janë kamerat që e kanë inqizue. Dhe vërtet për mua, aja ka qenë një tragedi. Mja hik veti kënë, po ja hik veti të drejtat, po ja hik veti autonomin. Dhe kjo ishte vërtet. Dhe unë sot e kësaj dite, të gjitha ta që se kanë ngrit dorën, edhe njëherë, me lihatën, Trëmkollin, unë e kam një simpati, sepse në kohën moment, do me thonë, ka të reguar. Ka qenë heroizm. Pa, heroizm ka qenë. Ka qenë heroizm, nuk e ka ngrit dhe e ka kundërshtue, pa i harrua edhe të gjitha të dorë që nuk jenë ngrit që i kanë kundërshtu. Bacialin, këtë periudhë, shqiptarët kanë pas disa formacione kryesisht ilegale, edhe në petkun dhe në prekje me komponentën e idealës dhe ideologjisë, edhe komuniste, edhe marksiste, ndash staliniste e enveriste, a pajtohesh me konstatimin se me gjithate, platforma dhe bërthama dhe kurrizi ka qenë aspekti kombëtar. Dhe unë mendoj se rolin e vetë pozitiv për kohën e kanë luë në rujtje të një farë identiteti, prap po them, i ngjyrosën me ideologji, por bërthama ka qenë nacionaliste, nacionale, kombëtare. A pajtohesh me këtë? Pajtona me te. Krejt ato kanë qenë forma, esenca ka qenë që aja bërthama. Aja bërthama. E barabartë po e marëm hipotetikisht qëllime me marë në vështëri. A vjen nga Skenderaj, a vjen nga Prishtina, po qëllimi është me marë këtu. E mora kështu me definu pa ka shumë. Edhe kjo.
Ne dim se ka qenë grupe, lëvizje, edhe marksiste edhe leniste, edhe nveriste edhe gjitha ato. Po Bërthama ka qenë, qëllimi ka qenë, Kosova mo qlirua. Që ky qëllim ka qenë? Na po e dim, se shumë herë thonë komunizm. O komunizmin as se sollëm ne dhe as nuk mojtëm po me shpor nga këto troje ne. Gjithhere duhet me pas kujdes se rendin e ri botnor, kush e ka vu? Gjithher i forti. A ishte i forti? Ha? Gjithher është i forti. Fakto, mere luftën e dytë po e marën botërore, gjë që unë jam historian. Por, u bo alianca antifashiste. A ishte? U bashkuan Rusët, Amerikanët, Francesët, Anglezët dhe u bo alianca antifashiste por me shpartalue një ushtri, me shpartalue sepse ishte në anën tjetër ishte Itali, Gjermani dhe Japoni dhe u bo një aliancë por me shpartalue, do me thonë, ushtrin hitleriane, do me thonë u bo alianca. Edhe këtu, të gjitha këto grupe, qëllimin e kam pas, qlerimin fitore në Kosovë. Ky ka qenë aja esenca, aja Bërthama. Forma, se cili, edhe pse, do shta nuk mund të gjejë një formë adekvate, por gjithhere merret qëllimi. Qëllimi ka qenë qlerimi i qësaj toke, i qëti popull. Dhe krejt kjo periudhë është shoqënue me fërkim të popullatës kryesisht shqiptare me shërbime sërbe, me polici, me burgosje, me vrasje, me qinda e mija në përgjësi prej luftës dytë botnore, le themi, deri në vitin 89-90, po e bojmë një fandarje, le themi, kështu pak historike, me krejt atë katrahur. Burgjet e mbushuna me shqiptar, me gjithate është karakterizuar dhe një farë fryme kombëtare që une për mendimin tem ja atriboj një figure që une konsideroj si pasoni kombëtare dhe emnin e ka Adem Demaçi. Njeri i burgosën 3 herë, me burg të mbajtur 28 vjetë dhe një simbol i rezistencës dhe një Saharov që definitivisht lakmi kishin me pas shumë popull në botë. Dhe në këtë periudhë, do me thonë, kur po flasim, kur jonë ngrit gishtat dhe pastaj nuk është pranu dhe prap e i dim ato 90-ën me dy korrike shtatore të njëjtit, po që ata ju këthujnë bumerang, me gjithate që ajo vija ideologjisë, le themi edhe përkatësis komuniste, u shpartalu të i gjulli brezat edhe të pa që kjo nuk është në funksion të popullit shqiptar, dhe u shfrydzu një margaritar i kohës që e preku edhe këtë pjesë një pluraliteti, le themi, politik, dhe gjithë shqiptarë që asnjëherë në historik të duhet me pranu, u homogenizuon, karshin një hegemonie sërbe, dhe u bon në një farë mënyre shkrimje e të gjitha, edhe pjesës ideologjike, edhe pjesës, le themi, demokratike, edhe bashkohorve, ku ta diun, kjo u kunërzu me një farë entiteti edhe të regerën shmi LDK që ishte lidhja demokratike i Kosovës, që në asë një moment nuk duhe me atribuen në lidhjen demokratike mas lufte, që populli u organizu dhe vetë organizu, e dim që ka ndodhe me largim nga puna, por shëndetësin, fjala vjen, arsimin, solidaritetin, financat, besa kulturën, pse jo edhe një farë organizimi i mbrendshëm, edhe i kujdestarive, mbrojtjes evidentës, se cili qysh e spjegon që të gadishmëri dhe që të ndodhit popullit shqiptar me që të farë thymje ka të shpejt, do më thonë, deri sot, qështu kem, qëtu veprum, po tash e mas, krejtu vonë, ty kunërzu me një lëvizje të shajt, që unë e quj, dhe një margaritar të kohës që quhet lëvizja pajtimit gjasë. Ku ti ke qenë shumë aktiv, edhe je ndërthemelus këtu në ato këshillat që gravitojnë këtë. Cili është sfigimi jëtë? Po shumë interesant që ky popull, fakto, ato që i the të gjitha, ka bo një këthes, shpejt e ka bo një këthes. Bile mojtë të quim se shumë ere po e përdorëm fjallin, ndoshta
një kthes historik. Sepse një kohë të gjatë në okupim dhe aq shpejt, ato që tha, të gjitha ato me i braktis. Pse i braktisi? Sepse populli vërtet i zgjuar i shkath e ka kuptuar që ato nuk janë tonat. Nuk kanë kurfar dhe i ka hedhë. Dhe me thonë, kjo është krejt edhe merit e popullit tonë. Po edhe diçka, fakt edhe ja frym gjithë herë në ka majtë gjallë. Edhe pse nuk kemi pas guxim me thonë, në të formën e, sepse dijet, ishtë tjetër sistem. Po tjetër sistem ishtë në për shtëpia tona, po e quj sistem, më quj në për ato odat tona. Ne dim, po edhe që të në vushtëri. Sa ka pas të bërgosun politik. Ja pe marëm tash edhe një plejat këtu, Mustafa Venhari sot quhet shkolla, Shefqet Karakashi, ka bile një kontribut madh Ferit Dibrani ka dhonë se i ka botue një 2 libra, një lloj monografie për vushtëri. Dhe me thonë, gjithëherë atë frymen e patriotizmit, frymen shqiptare, e kanë konsiderue si vlerë dhe vlerë është. Kuptohet, regjimin Jugoslav, gjithëherë e kanë konsiderue si një regjim të huaj. Shikues të nderuar, ishte ky ndër bashkëbisedimet e mia të rralla, ku emocioni, empatia dhe konsiderata dominonin tërkohën. Baca Ali Januzi është edhe familjar shumë i dashtun. Ai është nipi i gjyshërve Mustafës dhe Hafizës, biri i babës Sabit dhe nënës Mevlyde dhe vllau i Hakiut dhe i motrave, Hysnie, Resmie, Ismie, Sevdije dhe Fetije, bashkëshort i Bahrijes, një malsore dhe burneshe vërtet, dhe baba i djemve Krenarit dhe Korabit, si dhe vajzave Albana Juriste, Ermira Mjeke dhe Dafina Juriste. Aliu së bashku me bashkëshortin Bahrien tani janë edhe gjyshër dhe kanë 2 mbesa, Leda, vajza Dafinës dhe Tana, vajza e Ermirës. Shikues të nderuar, te Ali Januzi takohen patriotizmit, devotshmëria, ndershmëria dhe atë dhe dashuria. Aliu njihet si njeriu shumë i ashpër ndaj të padrejtës. Ai është një njeri me autoritet dhe pa tarafe. Tek Aliu nuk pin ujë, thashe thëmat dhe kokorisjet për ngjarje dhe njerëz të ndryshëm. Ai funksionon me bindjet e veta dhe është shumë i dashur nga popullata që e njohin në vështri dhe gjithandej vendeve ku jetojnë shqiptarët. Mirënjohje për popullin e Kosovës dhe qëndresën paqësore të udhëhecit dhe prisit të politikës Kosovës presidentit Ibrahim Rugova, mirënjohje për veprimtarët dhe patriotët si Adem Demaci, Ukshin Hoti, Anton Qeta, Zekiria Cana, Mark Krasniqi, Fehmi Agani e shumë të tjerë. Lavdi dhe nderim i përjetshëm për familjen hynore të Shaban e Hamz Jasharit në krye me kryekomandantin Adem Jashari. Lavdi e nderim për dëshmorët, invalidët dhe veteranët e ushtrisë të lirimtarit Kosovës. Baca Ali, falenderit për krejt që ka ke bo për Kosovën dhe shqiptarët, pa qënet e jetë gjatë. Shikues nderuar, me kaq po e përfundojmë pjesën e parë të bashkëbisedimit me patriotin Ali Januzi për të vazhduar javën e ardhshme me pjesën e dytë, me të njëjtën temë. Shikues nderuara, emisionit Fakte transmetohen në Koha Vizion KTV çdo të shtunë nga ora 21 dhe repriza të dieleve nga ora 17. Po ashtu në Arta dhe në kanalin YouTube Fakte me Adnan Mirovcin, të cilin ju ftoj të aboni subscribe. Ashtu që të informoheni për emisionet dhe përmbajtjet e reja. Në fund ju them se përmbajtja këtyre emisioneve kryesisht bazohet në librat e autorit të emisionit Fakte, të cilat janë Në hap me Rugovën, Kështjella e mosmarrveshjes, Pengu dhe kompleti i fundit me 5 libra të premtet, të cilat
i gjeni në librarin Dukagjini. Krejt në fund, ju them se shneta është e para dhe për këtë pini ujë rrugove. Hani Vipa Chips dhe falenderim i madh për kompanin Medika dhe Fibula për përkrajen e realizimit të këtij emisionit. Fakte. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika.